i cili ka bërë thirrje policisë të ushtrojnë dhunë ndaj qytetarëve paqësorë. Siç e pat vetë ju aty, ne ishim në mënyrë paqësore, në mënyrë shumë gandiste, pa provokuar fare. Por sepse ata ministra doni të hanin bukë, i kishte kapur uria dhe urdhëruan policinë që të ndërsynte ndaj nesh. Kjo është e vërteta. Ai është një mbetje që do përfundoj në koshin e historisë me ballën as merrem se i ka ardhur fundi atij dhe bandës me 40 ajduta. Është një nga llumi i shoqërisë dhe politikës shqiptare, është turp që në krye të këtij parlamenti janë llumë si puna atij dhe shumë të tjerëve këtu. Ka ardhur fundi për ta, ka ardhur koha të ikin largohen njëri mirë. Po thotë që ndaloni, distancohuni nga dhuna, pasi ne jemi qytetarë më paqësorë të këtij vendi, jemi qytetarë pro-europian, jemi pro-perëndimor. Që në ditën e parë të protestave kemi treguar qytetari, emancipim, kanë dalë familjar, fëmijë, shtresa e mesme këtu, po bën një protestë fantastike, domethënë që po frymëzon jo vetëm shqiptarë, por gjithë botën perëndimore, gjithë botën demokratike. Kurse Balla është një legend i cili po do të provokojë dhunë për të na nxjerrë si terrorist, për të na nxjerrë si anti-amerikan, si nuk e di, gjitha llojet e ndryshme, si agent Iranit e tjerë. Është thjesht një provokator i rëndom. Ndaj mos bijem në provokimet e Taulant Ballës dhe patronazhistëve. Dhe i bëj thirrje sot gjithë protestuesve shqiptarë të jenë të shumë të numër të vinë aty dhe siç kanë protestuar në ditën e parë, të vazhdojnë me protestën e tyre fantastike. Ne kemi shkuar deri në fund, nuk ka kthim mbrapa. I bëj thirrje Spakut që të shikoj pasurinë e gjithë këtyre oficerëve lart policisë, se nga i kanë të ardhurat e tyre. I bëj thirrje Spakut që të filloj të hetoj për pasurinë e tyre. Nuk kemi asnjë lloj frikë, është tokë kreshnikëve. Nuk ka ardhur. Çfarë duhet bëjnë më ata? Çfarë duhet bëjnë? Po shesin Shqipërinë. Ata na ushtrojnë dhunë, ne i përgjigjemi me paqe, ne i përgjigjemi me qytetari. Ata me patronazhist, ne me qytetarë të nderuar, me qytetarë dinjitos. Siç e pat ishin grav, vajza që ishin në rresht të parë janë heroina tona, heroinat e protestës tonë. Një mirënjohje jashtëzakonshme për gratë, për femrat e shqiptare që janë në frontin e parë. Nëse Taulant Balla dhe policia e krimit ka një problem dhe me fermat atore, atëherë këtu kemi kjo është fundi, domethënë, është fundi. Siç e patë vetë, ne ishim në mënyrën më paqësore të mundshme, ishim ulur aty, nuk kollëm asnjë gur. Sepse ne i duam institucionet, duhet ta di qartë ai bandit, ne i duam, ne i mbrojmë institucionet shqiptare, sepse janë të popullit shqiptar, paguhen nga taksa paguesit. Urdhë, e provokuan vetë në mënyrën më të poshtër, sepse morën urdhë brenda parlamentit nga ministrat që të largoheshim nga sheshi. Se ju thash, kemi informacion nga brenda, na njoftuan që u kishte kapur uria ministrat, donin të iknin të hanin diku, edhe të lirohej sheshi nga protestuesit. Kjo është e vërteta banale që ndodhi. Ndaj mos i bëj thirrje çdo qytetari mos të shantazhohet, është përtej tunelit ka dritë. Dhe është fundi i këtij llumi që kanë marrë peng të ardhmen tonë dhe fëmijëve tanë. Ja dalim gjithë në orën 7, mos të mungoj asnjë, sepse sot është dita, nesër është vonë, sot është dita. Të gjithë në orën 7 mos mungoj asnjë qytetar që e do të vë. Një ditë shumë e rëndësishme është 2 korriku, kur shqiptarët e ambasadëve me 90 u larguan për një jetë më të mirë, për një ëndër më të mirë. Sot edhe me 2 dhe me 4 korrik, patjetër. Kështu që ne sot do të jemi aty në krye për përkujtuar këtë datë të jashtëzakonshme, sepse ata ishin heronjtë tanë, heronjtë e parë të cilët guxuan, thyen murin e frikës, murin e heshtjes. Sot jemi përballë një muri tjetër, një muri i cili ka ngritur një mur ndaj gjithë shqiptarëve, i cili po drejton, po qeveris me parat krimin, me parat të bandave, me parat të oligarkisë. Ndaj ju bëhet thirrje të gjithë shqiptarëve, diasporës shqiptarë, të jemi të bashkuar, sepse është një moment historik, një ndarje epokale me krimin, me këtë qeverisje e cila po e çon vendin në një konflikt civil. Ju them sinqerisht, po e çon drejt një konflikti civil. Sepse nuk duan të ikin nga pushteti. Shqiptarët aty shesh nuk i duan më, nuk duan sepse kanë frikë, sepse janë peng të krimit organizuar, janë peng të bandave. Kjo është e vërteta. Nëse keni pyetje, vazhdoni. Po, policia thotë se janë plagosur disa punonjës policie dhe janë përdorur gura ndaj tyre. Si përgjigje? Ne distancohemi nga çdo lloj dhune nëse është përdorur nga ndonjë individ i caktuar. Thash, ne kemi bërë thirrje për paqe, për të sjellë në mënyrë paqësore, në mënyrë civile. Ne distancohemi nga çdo lloj dhune. Po për policinë, çfarë thirrje keni? Policia duhet bashkohet me popullin shqiptar, është momenti që ta ndalin mendjen, janë me hajdutët, me bandën apo me popullin shqiptar. Këtë thirrje kanë dhe për Spakun. Ky është një moment, nëse do ngrihen në lartësinë historike, në lartësinë e detyrës, janë me popullin shqiptar apo janë me bandët. Boll është boll, mjaft është mjaft.
Ndaj i bëjnë thirrje drejtësisë, pa i bërë presion, nuk mund i bëjnë drejtësisë. Populli ka dalë aty për drejtësi. Po shqiptarët kanë dalë sepse duan drejtësi, nuk kanë dalë për të bërë dhunë ndaj institucioneve. Ju përsëris, institucionet janë të popullit shqiptar, paguhen nga taksat e shqiptarëve. Ndaj i bëjnë thirrje që organet e drejtësisë veprojnë ndaj kësaj bande e cila po çon popullin shqiptar drejt një konflikti civil, thjesht për të shpëtuar karrikën e tyre, sepse janë të kapur peng i krimit të organizuar. Është zëri i qytetarëve ky që dëgjoni, ata protestues të cilët tregojnë se ishin ulur këmbë kryq, nuk po provokonin, nuk po dhunonin askënd dhe befa